Shtetet e Bashkuara të Amerikës po largohen gradualisht nga disa aleat dhe po çlirohen nga rregullat ndërkombëtare. Janë këto akuzat e forta drejt shubave nga presidenti i Francës Emmanuel Macron më 8 janar në fjalimin e tij vjetor, drejtuar ambasadorëve francez, duke përmendur gjithashtu një agresivitet neokolonial që po përhapet gjithnjë më shumë në marrëdhëniet diplomatike. Ne po jetojmë në një botë fuqisht të mëdha me një tundim të vërtet për ta ndarë botën, tha Macron. Një ditë pas talljeve të Trumpit, Macron akuzon SBA-t se po shkatrojnë në rendin botror, duke paralajmëruar për një formë gjithnjë më të dukshme të agresionit neokolonial në marrëdhëniet mes fuqive të mëdha. Sipas tij, bota po hyn në një fazë ku ligji ndërkombëtar po zvendçohet nga ligji më të fortit. Institucionet e multilateralizmit po funksionojnë gjithnjë më pak në mënyrë efektive. Ne po evoluojmë në një botë fuqisht të mëdha me një tundim të vërtet për ta ndarë botën midis tyre. Ne hedhim poshtë kolonializmin e ri dhe imperializmin e ri, por gjithashtu hedhim poshtë vasalitetin dhe disfatizmin. Ajo që kemi arritur për Francën dhe në Europë ka qenë një hap në drejtimin e dur, autonomi më e madhe strategjike, më pak varësi nga SBA-t dhe Kina këmbgulaj. Në këtë kontekst, Macron kërkoi një rinvestim urgjent në OKB, duke i quajtur absurde çdo alternativë tjetër që do ta lindte organizatën ndërkombëtare në hije. Një tjetër objektiv i drejt për drejt i kritikave të Macron ishte presioni amerikan dhe rregullimit europian të sektorit teknologjik. Presidenti francez kërkoi mbrojtjen dhe forcimin e rregullorëve europiane për platformat digjitale, duke përmendur konkretisht DSA-n dhe DMA-n, të cilat sipas tij janë në sulm nga interesat amerikane. Ai konfirmoi gjithashtu se Komisioni Evropian po përgatit ashtu quajturën mburojtje demokratike europiane, ndërsa Franca do të vazhdojë të shtyjë iniciativa në këtë drejtim. Në planin ekonomik, Macron bëri thirrje për një program të përshpejtuar të preferencës europiane në tregti, duke insistuar në nevojën për thjeshtimin e tregut të vetëm dhe atij të kapitalit. Një Europë me 450 milion banor duhet të ekzistojë realisht jo vetëm në letër, theksoi ai, duke lënë të kuptohet se BE-ja duhet zgjohet përballë presioneve globale përpara se të jetë tepër vonë.